Të dashur qytetarë, nderuara familje komandantit legjendar Adem Jashari, të nderuara familje të dëshmorëve, të martirëve, të nderuar veteran dhe invalid të luftës çlirimtare, të nderuara viktima civile, të nderuar pjesëmarrës. Sot kjo ditë është shenjtë për popullin ton, 18 vjetor i pavarësisë. Është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që vjuan për lirinë ton. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Ajo u vjuan në gjak, në Afrikës, që qëndron me shekuj. Kanë nderin që të flasë se dërguar speciale nga presidenta Vjosa Osmani për dhunën seksuale që zëri viktima po dëgjohet anën bombotës. Na flasëm për drejtësi edhe për krimet që i kryi Serbia në Kosovë. Ne jemi të gjithë këtu për t'i liruar ata nga Haga, se nëse doni me ditë çka bashkon popullin shqiptar, është senimi i lirisë dhe padrejtësia. Faleminderit të gjithë juve që i shërbyat atë dhejot, kur më shumë ti kishte nevojë. UÇK! Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi. Më falni se kam... Dhe Recep Selimi, ata duhet të lirohen. Ata mbrojtin popullin e vetë, si gjithë ushtria çlirimtare e Kosovës. Faleminderit gjithëve, edhe një herë gëzuar pavarësia.